A lejohet që gruaja me ba itikaf, qëndrim në xhami, me u izolu në xhami edhe me nejt disa dit, ose 10 dit plota, ose 2 dit, ose 1 dit, a lejohet kjo? Lejohet o musliman, lejohet me lejen e Allahut azza wa jall. Këna thonë është rregullore fes, nuk ka kush i cili guxon me ndalu xhamin gruas. Edhe pse këna thonë që sala në shpinë e saj është mahal. Tema, a guxon gruaja me nejt në xhami me izolu? Po musliman, nuk ka kush që ndalan. Argument, gjithmonë lëp në argumentin. Ka shku Rasuli alayhi salam me nejt me qëndru në xhami, e ka vet Aisha radiallahu anha a ban edhe ajo me arë në xhami, edhe e ka leju Rasuli alayhi salam. Edhe ka shku, edhe ka ngrit një tent, një çadër, edhe i këshilloj muslimanët në qofë se shkojnë tash kada si tenda, si çadra të vogla që i përdorin për me dalë me shku në natyrë dikon. Jenë të vogla, ti kur të falësh del për sajna, kuptohesh, mirë po kur dërë me pushu, me flajt, hinë mrena sajna edhe ki privatsin tane me një qështë xhamis. Kështu ka vepru Aisha radiallahu anha, e ka ndërtu një tendë, të një kanë ardhë edhe gra tjera, edhe ka ndërtu tenda, të një në boshon, të një realisht e ka ndërprej Rasuli alayhi salam. Nuk është që guxon mu pengu xhamia prej muslimaneve, mos anë komplet xhamia me çadra, kështu jo, këta do të me pas parasysh. Jo me pengu xhamatin, jo me pështjell shumë me xhamatin, po alhamdulillah tash ka xhamia në përvenet tona, shumë për shembull ka katin e dytë, komplet për gra. Atëre kur gja nuk prish punë, në qofë se gratë rrinë atë. Edhe na si shqiptar jem si të falmi, e lirojmë komplet xhamin, shkojmë i falmë taravih, dalëm mas taravive komplet, mshilet komplet xhamia, nuk ka të keqe, në qofë se rrën mas taravive vazhdan, e në rejtë që qallën tane, po shanë falesh natë, nuk ka të keqe ko gja me lejen e Allahut azza wa jall, në qofë se rrën të si grue në xhami. Kujdes për fitne, gjithmonë kujdes për fitne. Pyetje, a do të veç gratë e martume, apo ato që janë pa martume guxojnë me shku në xhami? Atë kuptimin nuk janë në shoqërimin e kukojna. Ose është e martume, po burri nuk dënë, veç gruaja dënë. A lejohet? Lejohet. Argument, kanë shku gratë e Rasulit alayhi salam pas vdekjes të Muhamedit alayhi salam. Do më thanë, i lejohet gruas me shku pa burrin, gjithmonë duke pas kujdes prej fitneve. Tash kur vjen koha sala e mbledh gjërat e sajna, falin këtë musliman, kur të kryet sala e qëtë çadrën edhe rrën xhami, falet, qëndron sa ka njet me nejt me lejen e Allahut azza wa jall, nuk ka të keqen ta me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Allah në bëh për atyre që mundohen me praktiku traditën e Muhamedit alayhi salam.